Mirëmbrëma, përshëndetje për të gjithë juve të dashur shikues të radio televizionit Tiliria prej studios së qasjes tridimensionale. Zoti ja pas pranua agjërimin e inshallah keni arrit me bë adhurime qatë që e keni planifiku në këtë ditë të shenjtë të Ramazanit. Kam kënaqësi që sot bashkë me panelistët që i kam në studio kemi me diskutu një temë që ka të bëjë pikërisht me Ramazanin. Sepse Ramazani nuk është veç me agjëru për ushqimeve. Në fakt është një ndryshim rrënjësor i stilit të jetës. E sot do të flasim për Ramazanin, ushqimin, po edhe aktivitetet fizike, çka duhet me pas parasysh, e çka nuk duhet me pas, do të thonë me kushtu shumë rëndësi. E kemi ftu këtu në studio një trajner të fitnessit, i cili ka më na këshillu praktikisht çka duhet me bë na që mos me u ndje edhe shumë të lodhur gjatë Ramazanit, po në anën tjetër edhe si me ditë me kursy energjinë tonë e gjithçka ose shumë shka rreth kësaj çështje. Në studio kam Arbër Pecin. Arbër, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. U gëzofsh Zotit nderoft që këndakuan me qenë bashkë me neve dhe me i ndaj njohuritë tua me shikuesit tanë. Faleminderit. Gjithashtu është edhe Valentina Leku Gashi. Vale, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë po fillojmë me musafirin, me pyetje për musafirin. Çfarë ndryshimi i bën Ramazani mënyrës së të ushqyrit tonë ose ndikimit që ka në trup? Po zakonisht e dim që në jetën e përditshme, sa i përket ushqimit, nuk kemi limite caktuar, domethënë shpesh hajmë kur jemi të lodhur, shpesh dikush han prej mërzis, kur është mërzitshëm, dikush han shkaku që është i etur, por nuk e dallon që është i etur, domethënë ushqehet, ndërsa në e gjitha ajo, domethënë tash në kohën e sotit kemi ushqim tepëric, edhe mundësi për me pas ushqime të lloj-llojshme, kështu që në Ramazan kjo na kufizohet. Na kufizohet, siç e dim, janë dy racionet kryesore, siç është iftari dhe syfyri. Në njëjtën kohë kjo na limiton, domethënë na limiton edhe nuk na lejon me keqpërdor ushqimin edhe veten tonë. Kalojmë prej një jete pa disiplinume, po flas për shumicën, se ka edhe tillë që mbajnë disiplinë edhe jashtë Ramazanit, domethënë detyrohemi të ju nënshtrojmë një rregulle që është domethënë ushqyerja 2 herë në ditë spako. Domethënë kjo është një prej ndryshimeve që ndodh gjatë Ramazanit. Megjithatë, unë konsideroj që shpesh herë na dina edhe në qatë periudhë të ngushtë kohore sa e kemi të planifikume për me konsumu ushqim ose të lejume, megjithatë arrim me tepru. Fatkeqësisht kjo është ajo ai keqpërdorimi që e bojnë njerëzit në përgjithësi, se Ramazani nuk është veç trajtimi i shpirtit, po është edhe i trupit. Gjatë Ramazanit nënkuptojmë që trupi ka nevojë për pak, domethënë edhe pse pak ushqehemi, prap ne mbijetojmë edhe siç e dimë edhe gjatë Ramazanit kemi më shumë energji, jemi pak më shumë disponim, ndoshta 3-4 ditë e para janë vështira, edhe këtu ka plot njerëz që edhe dështojnë, nuk e agjerojnë Ramazanin, shkaku që shumica thonë e kam provu 2-3 ditë, po s'po moj, domethënë nuk arrin me kalu qatë fazën fillestare. Domethënë 2-3 ditë deri në 4 ka që kjo periudha dhe sa trupi ta merr. Po shkaku që një trup mësu me hongër 5 herë në ditje, ëmbëlsira, pijet gazume me sheqer, tash trupi u adaptu në qatë gjendje. Edhe e dim shpesh herë njerëz t'i kap ajo panika për me pi Coca-Cola ose thotë umro sheqeri, han diçka, e tash për një herë kur të kalon këtë fazën kur ti i eliminon krejt ato me cilat materje u mësu trupi me funksionu, kuptohet që trupi reagon, i vjen pak më vështirë derisa të adaptohet, po patjetër që adaptohet. A mund të ndërlidhem? Me qenë se ju një trajner i fitnessit. Nëse na jena në muajin e Ramazanit dhe po diskutojna për Ramazanin, por për ushtrimet. Ju si trajner, a keni vrejt, a është keni farë lidhshmërie mes ushtrimeve që bani në fitness edhe Ramazanit? Për shembull, njerëzit që agjerojnë, durojnë ton ditën, realisht sakrifikojnë sepse durojnë urinë, etjen, e në fund shpërblehen me iftarin.
tani pason edhe shpërblimi shpirtënor. Është e njëjta edhe me fitness. Për shembull, ju vetë ceket që 3-4 ditët e para dikush lodhet, madje nuk mundet me vazhdu, e ndërpren këtë sakrificë dhe thjesht nuk mundet. A duhet pra me pas këtu një farë disipline sepse Ramazani të edukon? A është e njëjta edhe në fitness? Për shembull, unë di që plot njerëz që e provojnë fitnessin, marrin kallit të muskujve, nuk mundin edhe thjesht e humbin çatë interesin me vazhdu dhe ndërprejnë. Pra edhe me sigurie fitnessi ka të njëjtën. Pra sakrifikon sepse është mundim, është kohë, është përkushtim, po në fund e fiton rezultatet që ti dëshiron para se me fitu, qoftë me udhësu, qoftë me shtu peshë, qoftë me formësu. Pra, a është një farë lidhshmërie mes Ramazanit, disiplinës së agjerimit edhe disiplinës së mbajtjes të ushtrime në fitness? Po, feja islame në përgjithësi mendoj që është keq kuptu, domethënë sidomos besimtarët e kanë keq kuptu, shkaku që shumica i kushtojnë rëndësi vetëm pjesës shpirtërore. Shohim plot për shembull besimtarë që janë meshkuj e kanë barkun e madh, për shembull barkun e fryt që është diçka absurde dhe nuk ish dashur me ndodhë te një besimtar, kështu që gjatë Ramazanit pikërisht qëllimi është edhe kjo pjesa fizike e trupit. Domethënë feja vetë na mëson është edhe mos hani dhe mos e teproni, po është kjo pjesa shumë e rëndësishme, cilën rrollë kush e zbaton. Domethënë gjatë Ramazanit ne thjesht kufizohemi, jo për mu kufizu mos me hëngër, po mu kufizu mu vetë disu. Domethënë me ditë vetë disiplinë. Domethënë me ditë tjetra është kur në iftar për shembull dikush han keq, e keq përdor iftarin. Domethënë ne kemi sofra, shtrojmë plot ushqime ndryshme, domethënë kjo është keqpërdorimi i vet asoj dite dhe vetës tonë. Shkaku që qëllimi është ato që me pas ma pak ushqim, se ti kur ki ma pak ushqim, ti e vren që ma pak ushqim ma mirë funksionon organizmi. Domethënë ajo teprica na dëmton çdo herë. Domethënë qëllimi kryesor i Ramazanit është me na mësu edhe sa i përket ushqimit, më ushqy shëndetshëm, më ushqy pak, edhe me pas atë energjinë tani për me funksionu normal. A mundesh me listu do gabime, se masi veç jena që aty të gabimet e iftarit? Cilat janë ato gabimet që ka ra me shku? Sigurisht në për iftare të njerëzit me po qka s'do të me pas heq aty. Unë praktikoj fenë islame, jam praktikues i rregull. Që mos të gatuj gratë ma ndej që ato ushqime heq, se kur i shën të vëdisë ki qare baj hangër. Po zakonisht dikush mundohet tër ditën që ka agjeru me kompenzu, do më thonë një iftar. Edhe thuja, ndoshta 2 racione që i kish hangër gjatë ditës, ato 2 i konsumon një iftar. Po edhe çështja është që kur të bëhet iftari, shumica ngutën me hangër, edhe ajo ngutia, do më thonë kur han ushqime ndryshme, sigur të han nga pak prej secilës pjatë, por ajo ngutia e ngadalson atë sinjalin kur shkon në tru dhe tregon se dikush është i ngopur. Dhe më thonë, qatë shpejt hajnë, ushqehen, so që sinjali me vones... Disa të prej sinjali veç... Sakt, disa... Po, dhe më thonë, veç ja të pranë. Shto që është shumë e rëndësi, më ushqy nga dalë. Në momentin që ti ushqesh nga dalë, edhe sinjali, dhe më thonë, me ku arrit ato dhe tregon që është e mjaftueshme. Që pas iftarit, kur strëngupemi, mandej lodhemi. Na kape dhe gjumi, a din lodhemi për shkak që ravi? Po, zakonisht po, se mu më ka ndodhë shpesh kjo, po fatmirësisht të ne kom mësu edhe prej literaturave tjera, po Ramazani është që ti me mësu vetë prej përvojës tonë. Do më thonë, momentin që ti ushqesh sot një mënyrë caktume dhe shet që po ndodhë që e lodhje, ajo është një sinjal që ti duhesh me reflektu, duhesh me po qa po bën diçka gabim, do më thonë pse po ndodhë ajo. Po zakonisht në rast se ushqemi me ushqime të rënda, për shembull misht koq, kur përgatitëm, pak pite, pak fli, pak mantia. Do pjetë laton lati që povizlojnë në spekiqare vaj hangër. Krejt këtu, do më thonë, janë qatë zërë për më tretë, so që qëndrojnë gjatë në lukth. Edhe lukthi për me funksionu,
i duhet gjak. Do më thonë gjaku prej tërë trupit fokusohet në lëkt, për me tret që atë ushqimet. Kështu që ty të merë gjume, të bjen energjia se trupit nuk mundet me kry krejt funksionet njëjtën kohë, po në rast se ushqime është i letë dhe është i seleksionum të amon që është duhet, atëherë ai gjaku nuk ka nevoj më fokusu tërsisht në lukt, po ka hapësirë me kry edhe aktivitetet tjera. Si që thatë pas iftarit, shumica pritojnë me shku me falë taravit, do më thonë, edhe kjo është pikrisht shkaku që e teprojnë ato dhe gjaku fokusot këto. Kështu që duhet me hangër pastër, ma pak, që me pas tani qatë energjin për me shku në taravi, nashta tani edhe me shku të dikosh të familjar, që shkojmë zakonisht me nejt, ose edhe për familje, se dikosh veç hanë edhe bjen flenë që ato. Mund nuk është, do më thonë, për kur gjëjec. Unë mendoj që për me hongër ma pak, mos me përzi shumë ushqime, duhet me gatu ma pak. Valet të kështu si pedagoge pak me u kthy të profesioni jonë jam visëris që gatujmë palimit gjatë Ramazanave. E që tash u shëndru në një kushtimisht po thëmë obligim që kur gjeni musafir 4 lloje ose 5 ushqimeve me i përgadit edhe me i servu. Diçka që edhe po të kushton shumë, edhe po shpërdorohet, se po du të me i hudh në ashta shumicën e ushqimeve, ose një pjesë begit madhe, a menon që duhet me e pas një mos caktume, hajtë mos talo dhe që to me e hup peha dhe që to, dhe tani shka po bën, veç po fluturon peshorja dhe naltë. Përveç kësaj, sinqerisht është shumë pyetje me vend. Ramazani ka një farë shyhreti që iftaret me prit bashk. Nuk është esenca çka po hajna. Okej, na e dim që do të më kushtu pak rëndësi iftarit, kja gjuton ditën, çka do qoftë, po me qenë iftar modest. Edhe ajo zonja që ka gatuat iftar, ka me kanë ma pak e lodhne, ka pas mundësin që me shiju edhe biseden, muhabetin, edhe mbas iftarit, po na qatë shumë për ngarkojnë iftarit. Sidomos kur kena musafir, të munu me ban një tavolinë sa ma madhështore, sa ma të bukur, mos harani që ka shumë njerëz, kur vinë në tavolinë edhe shojnë tanë ato të mira, jo se cili mundet me frusot mira. Edhe për shkak që nuk mundet nështë me shtu të njëjtën tavolinë që ke shtru ti, ai nuk mund me tirë heq. E kjo është gabimi më i madh që po bojna. Nuk është esenca me mbush tavolinën edhe hajde unë çka kom qitë me hangër. S'është kjo esenca. Ideja është me bë bashk, me prit një iftar bashk, edhe na mos harroni që na çena te feja dim që ai njeri që ka përgatitur ushqimin e merr edhe se vapet e na aty na xheruze pa paksuar shpërblimin atyne. Kështu që sa më shumë iftari është begati, po jo të e tepru me ushqime, e që është edhe mund për ty, ndoshta e ke neglizhuar edhe namazin edhe kujdesin ndaj shtëpisë, ndaj fëmijëve, kudo qoftë, tu përkushtu ton ditën për atë iftar. Kjo ndikon kaq edhe te musafirët, ata ndoshta përshijojnë, po hajnë, po kënaqen, po jo secili mund të më ofrojë të njëjtën sofër me shtrup. Po që musafirët duhet më vetëdisu që kur kthehen te shtëpia mos më komentu shumë çka ka gatu. Se jena të prirur kanë janë me përcjell të tjerë. Kem një iftar gratë sidomos. E kish bë këto tani në mënyrë direkte janë punon edhe tjerave çka. Çka duhet mos më mungun sofër. Jo, unë mendoj që çka duhet më pas patjetër edhe mos. Unë mendoj që duhet me ndru mentaliteti i jonë, se na për shembull ka nashta 50 vjet ose 100 vjet që të njëjtat ushqime i servojmë. Domethënë pasol, patate, pite, domethënë nuk jena njerëz që e kena atë mentalitetin me bën ndryshime. Domethënë femrat mendoj që duhet ma shumë me ulumtu, se ka plot ushqime që janë super të bukura, bile restoranet ma luksoze në botë, i kanë ushqimet gjitha të shëndetshme, po janë qatë shishme dhe qatë shumë ka lloje ndryshme të ushqimeve që në realitet edhe nuk janë shtrejta, që do më thonë problemi është këtu te mentaliteti jonë. Duhet ma shumë më diskutu kjo sfera të ushqyrit të shëndetshëm, se nashta krejt në ushqimit, krejt që mund është mi poshtë mi qitë ma pak vaj, mi përdor për shembull një lloj milli tjetër, ose po këto mendoj që është, po edhe çështja është që kjo është çështja, do të thonë që nuk din me përgatit një iftar shëndetshëm edhe të bukur. A në kupton kjo që ushqimet tradicionale mund mos me qenë shumë shëndetshme? Po pikërisht ushqimet tradicionale janë ato që nuk janë të shëndetshme.
Po, ndikojnë këto dhe në agjerim për shembull me neglizhu pak gjatë muajit Ramazanit, sepse ndoshta mundi pas edhe me ngarku shumë vetveten kur ju ushqesh me to. Pra është e rëndësishme që ushqimet që përmende pasulin, po ndoshta edhe pitet, me largu pak prej Ramazanit. Secili pasulin se pështem është kanë herë kur s'ke. Se ajo shumë i shëndetshëm, po sakt, po mënyra që është përgatit tani e ndron atë esencën e tij. Na gjithë e dim secili banor në Kosovë kur të hap frigoriferin ka barna ato. Do më thonë i ka barna, do sirupa, do tableta, edhe pikrisht kjo është shkaku i ushqimit. Do më thonë pasoja e gjendjes fizike edhe emocionale është ushqimi, se ushqimi është a energjia që neve thjesht në mban, do më thonë gjallë. është shumë e rëndësi, ka plot raste që dikush nuk është mirë emocionalisht, pikrisht shkaku që ushqehet keq. Tash te kjo pjesë kemi më ndonë pak më gjatë, po do të më shku me një blok të marketingut. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. U rikthyem prapë në studion e emisionit Qasje tridimensionale, ku po flasim për agjerimin, ushqimin dhe aktivitetin fizik. Profe përmende që njerëzit shpesh herë hanë në mënyrë të pakontrollume, ose ushqehen në mënyrë të pakontrollume, si pasojë ngarkesave emocionale. Për mbush vetën në aspektin emocional, fillon edhe nuk e di kufinin, kur me undalë, që janë raste këgjatë shpeshta. Ramazani, a i stagnon pak këta njerëz në aspektin emocional, janë pak më rahat? Po, ndikon shumë. Kuptohet gjatë Ramazanit qëllimi i mos ushqyerjes është që organizmi me pas ku më rigeneru brenda vetës. Në më thonë, deri sot ti jashtë Ramazanit ke hongër një ushqim caktum, atëherë trupi u fokusu me tret që atë ushqim. Ka hub kohë, tani e ke pi një pije energjike, apet i ka orë shtirë, u dosht më marrë me qatë qështje, që ti vetja ke sërvu trupit. Tash gjatë Ramazanit, trupin nuk ka naj pun tjetër brenda vetës, posë rigenerimit të krejt organeve edhe, do më thonë, në momentin që... Me lyp defekte. Sakt, po pikrisht kjo është qëllimi i një muaj agjerimi, do më thonë, mo rigeneru trupi vetë vetio brenda ti. Njëjtën kohë, kur trupi rigenerohet, kuptohet që edhe gjendja emocionale ndrën, përmisohet. Edhe nga kjo mësojmë që edhe jashtë Ramazanit duhet të ndjekum rregullat saktume për me mujt me funksionu tamam qysh duhet. Sidomos të personat që kanë ngarkesa psiqike, kanë ankth, depresion, ushqimi është baza. Unë e shoh plot shkojnë trajtohen të hoxhallar ndryshëm, të psikolog, po nashta veç me një aktivitet fizik dhe me ushqim të mirë, ata kishin më përmisu. Shkaku që gjatë aktivitete fizike prodhohen hormonet ndryshme në tru. Do të thonë ka hormonet që quhen hormonet lumturisë, ki endorfina, ka plot hormone që automatikisht ty ta ndryshojnë disponimin. Ka plot njerëz ndryshëm që nashta përdorin droga ndryshme, pikërisht me bën nxitjen e aty në hormoneve që na mundëm me arrit, do më thonë me ushtrime fizike, mundet mos me kanë edhe fitness, mundet me kanë ndaj sport tjetër, po edhe me ushqim të shëndetshëm.
Për shembull, ka njerëz që janë mbi peshë, pikërisht ajo është që ja shkakton atë gjendjen emocionale të keqe. Edhe ai automatikisht tani prej qasoj panikës që nuk e ka edhe mendjen e balancume, ai vetë shkon të hangër edhe dikur edhe i mlefos në veti, ka raste kur dikush qash që është për i natit vetës hanë edhe ma shumë. Është shumë normale kjo, se i ndodh një ashtë. Shpesh herë që mu po më disponën çaj ushqim, që në është i besh që atë ushqim Po që të bënë me hangër, për shembull Krelana me du që ata shton disponimin në rastet caktuara. Po nashta ata shton disponimin në atë aspektin emocional se të kujtohet kur nona jote ka qit një Krelana se keni hangër për shembull me doj bashk, është e kënaqësia për secilin njeri. Domethënë po këto është më rëndësi disiplina. Si në fe një që që kena namazin, kena plot obligime tjera, që Allah për shembull i ka përcaktu për gjithë njerëz njëjtë. Nuk ka thonë për shembull për këta njerëz janë këto rregulla, për këta, domethënë gjithçka është e arritshme. Gjithçka është e arritshme. Arber, kur jemi te servitet, me qenë se gjatë muajit Ramazanit ndryshon rutina e ushqimit, a ndryshon edhe rutina e servitjeve? Po zakonisht gjatë Ramazanit e dim që ushqemi ma pak, domethënë ushqemi 3 herë gjatë asaj dite në iftar, mundu me hangër edhe një herë në mes të iftarit edhe syfyrit, po edhe domethënë me 3 racione ti mundesh me mbjetu, po nuk mundesh me pas sukses me shtu muskuj, soj përket atyre që dojnë me shtu peshë, se për me shtu peshë duhesh me hangër ma shumë kalori se sa që harxhan, ndërsa që ato 3 racione ndodh që ty t'i shtojnë 1500 kalori, po në realitet i gjatë ditës me lëvizje ndryshme i harxhon 2000 kalori, do më thonë ti je minus 500 kalori. Kështu që nga kjo duhet të nënkuptojmë që Ramazani nuk është për thyrje të rekordeve ndryshme ose të arritje qëllimeve që i ke pas jashtë Ramazanit, po është thjesht me mbjetu, me majt qatë formën që thjesht e ki për më ka njerëz që pauzojnë, ashtë të këni gabim nëse pauzojnë, se mandej në basë Ramazanit të nuk ka prate vështirë. Po, pauza është shumë e keqe, shkaku që është njëtë si me pauzu prej namazit. Dhe më thonë, është e njëta që është edhe këto. Tani e ki mazor mu rikëthy, pasojat gjatë që ati mujit që ti e ke lanë janë të mdhaja, se dhe më thonë trupin nuk funksionan që është kish me funksionu gjatë Ramazanit, po që duhet me pas parasysh që gjatë Ramazanit duhet me ullë intensitetin e ushtrime. Është kako që kemi ma pak ushqim, edhe... Me qenë aktiv, po jo me mundu vetën, jo me sfidu. Nëse kemi ushtru 1 orë, atëherë gjatë Ramazanit duhet me ushtru gjysore. E cila është koha më e përshtatshme për ushtrime fizike? Koha më e përshtatshme është për njerëz që merren vazhdimisht me sport, ata mundën me ushtru para Ramazanit, para iftarit. Dhe më thonë, mundën me ushtru para iftarit, se janë pak ma të pregadit, ndërsa njerëz të zakonisht ushqehet, tani i falë taravit, edhe mas taravive veç kalon nështë 2-3 orë kohë, tretët ushqimi, edhe qaj ushqim rikthehet në energji, tani ti ki energji për me ushtru. Se nuk bën për shembull me hangër ushqime me shku me ushtru. Shkaku që ai ushqim halo është ushqim. Halo nuk u tret, nuk u absorbu si energji. Nëse një person synon me humb peshë gjatë Ramazanit, me shfrytzu dhe me thonë këtë periudhë për me i humb disa kilogram, edhe vendos me ushtru. Atëherë për këtë person, cila është periudha ideale? Është mundësi shumë e mirë për krejt njerëz, do më thonë që jam bi peshë për me dopsu. Shkaku që thamë këtu limitohen edhe racionet, po tani është me rëndësi që ato racionet të limitume me kanë të mira, do më thonë. Mos me abuzu me to. Mos me abuzu me to. Qa duhet me fokusu për shembull është me pas se cili racion, me pas protein, që nënkupton misht bardh, peshk, misht koq, vezë, dhe më thonë pa tjetër në se cilin racion, gjatë krejt jetës duhet me përmbajt diçka që ka protein. Kësaj, tani ashtojna për shembull vitaminat mineralet që janë për shembull perimet. Pa tjetër, dhe më thonë këto dyja në 2 rastet, si dikush që dënë me shtu pesh, si me unë pesh duhet pa tjetër me mbajt kjo pjata. Dhe më thonë këto. Tani ku është çështja është e karbohidratet. Karbohidratet janë orizi, makaronat, patatet, buka, pastat ndryshme, dhe më thonë të i përshqia dhe makaronat. Këto janë ato që e bojnë
rritjen e yndyrës në trup. Dhe më thonë, këto duhet më fokusu në Ramazan me hongër ma pak karbohidrate. Tash se cili mundet me hi me ledzu, për shembull chat GPT, është do më thonë mundësia ma e mirë dhe shkruan cilat ushqime përmbojnë protein, i seleksionon, i zgjedh, ato i hanë, cilat ushqime përmbojnë vitamina, minerale, i seleksionon, zgjedh diçka prej ty në qetë në pjatë, edhe cilat ushqime përmbojnë karbohidrate. E te këtu munduesh më fokusu ma pak. E cila ke koha kur mund këta me ushtru? Me ushtru, për shembull, mas iftarit, mas iftarit, se qatër edhe tretet ushqimi nëse u konë ushqimi i shëndetshëm. Nëse ka pas për shembull pite, mantija, fli, krelon, ja, shkon më ushtruhet që s'munët. Ajo atëher tretja zgjat 6 shtator. Kjo është shumë e rëndësishme. Tretja zgjat 6 shtator. Do më thonë, lukëthin të qatë shumë e mbi ngarkon, so që ajë nuk ka kapacitet as me tret ata ushqim. Edhe ty të merë gjumi, do më thonë, ka njerë as nuk shkon të ravi, as mund është me folë, as kur gjeqë për që ta u më rëndësi me seleksionu ushqim të shëndet shumë. Se shpesh herë më ka ra me dëgju që nëse ushtron gjatë ditës, jem bi peshe dhe ushtron gjatë ditës edhe ja gjëru shumë, kemi arrit një rezultat shumë. Ndodhë që dikush ushtron gjatë ditës edhe e bjem vetën qatë gjendjet lodhër, so që mundet edhe me pas në isolë. Po, është rrezik edhe për vdekje në rast se dikush ja tepron, se ti nuk guxon me abuzu me veten tonë, për shembull. Nuk është qëllimi i Ramazanit mu dobësu, qëllimi i Ramazanit është me kriju shprehi të mira të ushqyerit, shprehi të mira të jetës përditshme, që funksionojnë, kështu që kjo është ajo. A ka në matematikë që është një rezistu e mbëlsirave që bi servojnë në për iftare? Po, ka matematikë. Se pavarësisht dëshires për më dobësu, po do kërë shumë jeshëm. Po e kuptoj, po ka mbëlsira që janë të shëndetshme. Më falor, për sepse Ganja do këtë e mori personalisht. Momenti kur e bani pyetjen, sepse kur Ganja bën pyetjen këtë as emision, ne besojmë që kjo pyetje është prej audiencës, jo prej kësaj direkt. Edhe ne u përgjigja sikur se kjo ta bën pyetjen. Jo, u menova që ata që kanë këtë pyetje, e kanë përgjigjen audienca që kanë emision. E kanë përgjigjen e gatshme. Pse? Sepse nëse ti po dëshiron me pas një rezultat, atëherë duhesh me sfidu vetën, qoftë me sakrifiku vetën, nëse nuk don me shtu pesh, ja ki pak ëmbëlsira. O shumë e rëndësi, unë e kam plot shoqe që merren me sport, do më thonë si janë shqiptare, ato vazhdimisht përgatitin ëmbëlsira, po ëmbëlsira të shëndetshme. Këto është do më thonë problemi i kulturës tonë, i mentalitetit tonë, që nuk jena njerë që u lumtojmë me bo një ëmbëlsin shëndetshme, po, për shembull me pemë, me mjalt, për shembull koplët. Me njëherë pjote e ndjesia që je smut me sa do që i konsumuse sheqernave e ëmbëlsirave, nëse e sfidon veten për një javë, edhe nuk hanë kur gjë amel, ka me fillu me u largu ndjenja për me kërku sheqer. Ose ambëlsira. Por çështja është që na e kemi edhe presionin e njerëzve që i kemi rreth vetes. Po normal se kur vjen, jo po dhe çushun e gatu për ty, ata shënise ti mos me hongër, ku gjete bash Ramazanin më nxi po takohemi një herë po bëhemi bashk. Tani njëri më nxi spret ai dhe me pas shumë po shpesh që ajo është arsyeja pse na nuk mundu me përgatit shëndetshëm, se e thirr dikon iftar, ai pret gjithçysh që unë ku shkoj pres me pas mantija, pres me pas li, që ato e pres. Më na prit një iftar me barisht. Po dhe është shumë e rëndësi se ti ndodh ja tepron për shembull në ushqim, po është shumë e rëndësi me shoqëru këtë ushqyerin me aktivitete fizike, se ndodh ti han 1500 kalori, po i shpenzon 1500. Do më thonë pavarësisht që ti e ushqy keq, ti apet se apet e runat formën. Uj, a ka nëjë mas, për shembull, zakonisht na e cekin sot do të me pi gjatë ditës, me që se kjo varmë duket në bazë të peshës tërpor që kemi secili, po me gjatë, a ka dhe një iftar nëjë mas, sot do të me pi uj, ose kur do të... Unë preferoj për shembull fillim e hapim iftarin me një hurme dhe duke i ditur që ka shumë vlera ushqyese që asnjë ushqim tjetër si ka, edhe një gotë ujë. Domethënë, tani mundu me pi një supë,
jo shumë krep, po supë, do më thonë, me perime, me mesh, me diçka kështu që është pak më e shishme. Edhe duhet me prit tani 15 minuta, që lukthi mu pregadit me këto ushqimet leta, edhe tani me konë në gjendje me pranu edhe ushqimet tjera. Mi përballu më në tjetë. Është shumë me rëndësi me kuptu, çdo herë duhet me pi ujë gjysore, ose në këtë rast 15 minuta, para ushqimet. Shkaku që ujë e pastron sistemin trec, edhe tani kur ushqemi, atëherë lukthi shumë lehtë e tret atë ushqimin, por shumë me rëndësi me kuptu që mas ushqimit edhe gjatë ushqimit nuk bën me konsumu ujë. Shkaku që kur ushqimi është në lukth, tani lirohet një acid trec, në rast se na pim ujë, atëherë ai acidi trec se atë efektin e vet. Si përpara që i kena pas ata sokat me sirop kështu, në momentin që i qit që shumë ujë ai e hop ke edhe shijen. Domethënë, kështu na e dëmtojmë acidin trec, edhe ushqimi tani nuk tretet, mbet në lukth dhe fryhemi, domethënë shumë e rëndësi mos me pi ujë mas ushqimit, nështë 1 orë, 2 orë është zakonisht rregulli, po për shembull edhe 1 orë mjafton. E ata që pinë gjatë ushqyerjes tonë kohë. Ajo ndikon keq se nuk i lejon të hapësirë acidi trec për me tret ushqimin. Tani është shumë e rëndësishme se ka raste dikush pin ujë në iftar, han ushqim, i pin 2-3 gota ujë mas ushqimit, domethënë e destabilizon, edhe jo fryhet barku, edhe nuk ju tretet ushqimi, edhe shton peshë, shkaku i këtij gabimi. Domethënë çështja është që i bjen sa kemi nevojë na për vedisim. Po, edhe është shumë e rëndësi tani gjatë prej iftarit deri në sefër, për shembull çdo 2 orë me pi nga 1 gotë ujë. Domethënë si tërsi duhet me kanë 2 litra e gjys, 3 litra ujë gjatë asoj periudhe, se ajo ndikon edhe në kafe. Kjo te kafja do mos ju gani. Shprehi që e di që është shprehi e keqe, po me pas mundësi gjithë e praktikaj, me pi kafen, veç një hurë me ujë edhe kafen një herë. Po, ta spjegoj. Niftar. E masane në orë buka vjerë, në sortë nuk qenë shumë peshë. Kafja, sidomos në lukë thotë shumë e dëmshme, shkaku që e nëzit kortizolin. Kortizoli është hormon shkatrus, do më thonë është hormon i stresit. Kur kena stres është pikërisht shkaku që kortizoli aktivizohet. Po mbi gjitha ndodhë që dikush ka pak mbi peshë edhe ka metabolizmin ma ngadalshëm, edhe në momentin që pin kafe, kafja janë shpejton metabolizmin, i jep energji shtesë. Edhe që ata plotojnë nuk muna mi qelë sytë pa i pi 2 kafe. Shkaku që aje ka metabolizmin shumë ngadalshëm, edhe e ka mësu që me kafe me nëzit ato. Kafja është e mirë, po është e mirë mas ushqimet. Do më thonë, mas ushqimet, sidomos edhe në mëngjes dikush qohet pin kafe nuk është e preferueshme ashtu. Duhet me hangër diçka, tani me pi kafe. Qysh m'ja prish kafe se, me të hëngëve? M'ja prish kafe. E në syfyr, shka duhet me pas parasysh syfyr? Se ka dhe shumë njerës që nuk hanë syfyr, edhe menojnë mbështetën qatë teorinë që tash po qarkullojnë në përjetës sociale, me pastru trupin 48 orë mos me hangër, është me shëndetshëm, po pivequjnë syfyr nuk po ha, se po kam qef me udopsu dhe pra pas nuk humbin pesh, po në tjetër edhe kanë ma fështirë me agjëru. Mendoj që kur që jashtë kësoj që këty në regullat që i ka përsaktu edhe kriju si unë, nuk është ma e mirë se sa vetë kja. Do më thonë, dikush që thjesht me nënë ashtu të thëtë, ashtu menoj që duhet pak ma shumë me punu me vetën e vetë, edhe është shumë e rëndësi, ka plot menojnë që gjumi është ma e rëndësishëm se sa vetë ushqimi, edhe nuk u qohen heqë në sifër, në është ta hanë diqka para se me fletë edhe ta një qohet heqë. Po është shumë e rëndësi mu qohen në sifër, edhe me kuptohet feja këto e mbështet fuqishëm, po edhe e mbështet se cila sferë tjetës që ka të bëj me shëndet. është shumë e rëndësi, syfyri është ai që thjesht na mundson për me mbajt atë energjinë gjatë ditës.
do më thonë deri në iftar. Në rast se ne ushqemi mirë në syfër, atëherë kena energji për me mujt me funksionu gjatë ditës. Për ndryshe, nëse hajmë para se me flejt, tani nuk shumë syfër, po bojnë shumë orë pa ushqim, edhe ajo e dëmton trupin. Qa duhet me hongër në syfër, është pikrisht njëj që e thash edhe në iftar, do më thonë duhet me përmbajt protein, aeracion, vej, misht bardh, peshk, misht kuq, kësoj duhet mishtu perime dhe duhet mishtu karbohidrate, shkaku që na duen karbohidratet se ato t'jepin energji. Edhe karbohidrate duhet me konë seleksionume, do më thonë mundet me konë pasta integrale, drithra, për shembull buka integrale, patate të ëmbla, duhet me pas, në rast se këto janë thjesht prej ushqimet shëndetshme, atëherë ne gjatë ditës funksionojmë shumë më mirë. Në na shqiptarët jemi të mësu me fërku diçka. Në i pjesë sugjukit, në i gjizë, ve. Po, problemi është e femrat. Që ato përgatisin. Bënë mu që burra nga njësë me përgatit që më na i hekë këtë farë. Me i bënë ndryshimet pozitive. Po, besoj në rast se... Burat edhe kërkojnë shumë, banë këto, edhe tani në gjikojmë se e banë. E gradë fund përfundojnë të i servu që ato që i kanë të pru për iftarit. Unë mendoj që qiftet ose njerëzit burë e gru duhet me bashkëpunu ma shumë edhe me pas qëllimin e përbashkët. Se ndodh gruja ka qëllimin për më ushqy shëndetshëm, dërsa burë kërkan ato që i thamë pite, fli, donë mi pas krejt ato në sofer, edhe kjo tani shkakton edhe keq kuptime ndryshme. Po besoj që njerëz duhet mu vedisu, sidomos na që jenë ato zumë, mu fokusu në shëndet, psiqik, fizik, do më thonë kjo është ajo që... Mu kujtu një rast që ka qenë shumë i njohër edhe pa të bobom në për media, një njëri intelektuale ka pas rej gruën për një pite, që kish pas gatu pitën edhe që aty kish pas njës konflikti. Kështu që gra, mëse kurse një vetën bë një pite, tani mëse hani ade një gatu. Po besoj të shkon gruja e meqme, nuk e kish pru edhe ato në ashtë në qatë gjendje më bo nervoz, po kishim pos ma shumë. Veç mu këthyn piknisja. Se burë si burë, do më thonë, duhet më trajtu në atë mënyrën e qitë, po ka plot gra që edhe nuk din mi shfrytzu ato mënyra. Po që dhaj ka mujtë drë me bleni burek, mësë me bo qashtë mëve. Ka mujtë, po nashta su konë era e parë, do më thonë kjo, u konë e fundit. E ndrumë baka vjen edhe për mbyllim me disponim emisionin e sot, më një falenderoj shumë. Falenderit shumë edhe juve, e vlerësoj shumë. Vale, falenderit edhe ty. Falenderit edhe mësafirit që e kanë marrë shumë këshilla e sugjerime për juve, Zotë ju nderoft, falenderit për tesën tane. Uroj që ky emision ka me shërby për këshilla për audiencën, edhe ka me marrë informacione kushte që ka pas nevojë dhe ka gjetë diçka këtu në mesin e kësaj tavoline. Falenderit. Unë e përshpresoj shumë që gjitha këtu që i përmend që ndrojnë të dashur shikues, agjerim të letë edhe në ditët tjera e inshallah takohemi prapë të shtunën tjetër, mirëmbëjtje.